Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. E falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala, i cili na ka dhuru gjitha këto begati, gjitha këto mirësi, mbi gjitha na ka udhëzu në fenë e tij të zgjedhur, në Islamin. Pastaj dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush posa Allah subhanahu wa ta'ala, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selam e dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Vazhdojmë në shpjegimin e librit El-Kabair, mëkatet e mëdha të autorit Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, i cili në vazhdim thot bab ma jaa fi al-la'n, kapitulli që ka të bëjë me mallkimin, ose kapitulli në lidhje me mallkimin. E kemi përmend pak mallkimin në këtë libër, ose është përmend realisht më herët, kur autori flet për shprehje të këqija, el-fuhsh, ose el-bedhi, ose el-bedha'a. Flet më thonë për gojfliqurin i cili nuk kursen që me gjuhën e tij të akuzon njerëzit, të përlyn njerëzit, të ofendon njerëzit. Atje është përmend në një hadith, është përmend edhe çështja e mallkimit. E hadithi është, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Laysa al-mu'minu bit-ta'an, wala al-la'an, wala al-fahishu, wala al-badhi." Pejgamberi besimtari nuk është as ofendues, e as mallkues, e as immoralitet, ose gjuha e tij nuk përmend immoralitet, ose el-badhi që është fjalë pist, ose gojë pist, fjalë keq. Atje është përmend pak mallkimi, mirë, po këto autori ka pas dëshirë që ti përmend disa kapituj, realisht këtu i përmend rreth mallkimit, e që mallkimi është e kundërta e lutjes për me mëshirë, me paqe. Nërsa mallkimi është lutja për që Zoti me mallku dikon, që Zoti me largu prej rahmetit Allahut subhanahu wa ta'ala. Autori sjell hadithin e Abu Dardas radiallahu anhu, i cili thot se i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innal 'abda idha la'ana shay'an sa'adat al-la'natu ila as-sama." Kur robi mallkon diçka, po kjo fjala diçka përfshin njerëz, përfshin kafshë, përfshin edhe gjësande të ngurta, kerë, ose nai pajisje, ose nai gjë ngurtë shpinë, ose çka do të thotë. Pra shejën ka thonë, mallkon diçka. Në shumë përgjithshme ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sot sa'idat al-la'natu ila as-sama. Ky mallkim, pra kjo fjalë e tij mallkuese, ngritet në qiell. Fatughlaqu abwabu as-sama'i dunaha. Mbyllen portat e qiellit dhe nuk pranojnë me vazhdu tutje. Pra nuk pranojnë portat e qiellit që kjo fjalë mund ngritë Allahu azza wa jall. Pastaj thot kthehet, thumma tahbitu ila al-ard, fatughlaqu abwabuha. Kthehet në tokë, por dhe portat e tokës, dyert e tokës mbyllen. Pastaj thot, ajo merr rrugë ngjashtë, të majtë, thumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, fa idha lam tajid musaghan raja'at ila alladhi lu'in. Kur nuk gjen vend tjetër se rrugë tjetër, kthehet mbi çat personin që është mallku. Fillimisht nuk bjen mbi ta, që nga mëshira Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë, po kur nuk ka rrugë tjetër, atër bjen mbi personin cilin e ka mallku. Mirë, po çka thot? Nëse faktikisht kur ndodh kjo? Nëse ai e meriton. Sot fa in kana ahlan, nëse është një person që e meriton, kjo ndodh me të.
wa illa raj'at ila qailiha, se përndryshe do të kthehet të thonë si i saj. Nëse ai se meriton, atëherë kjo do të kthehet mbi personin i cili e ka dalë nga ai mallkim. Kjo fjalë realisht kërcënuese, paralajmëruese nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e cila na bën me dije se mallkimi është çështje e rëndë. Andaj të kemi kujdes, dhe se mallkimi nuk është cilësi e besimtarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur ja Rasulullah, pse nuk i mallkon pa besimtarët? Gjithat armiqësi që kanë shpreh, gjithat luftë, gjithat maltretim që u kanë bërë muslimanëve. Pejgamberi sa me arsyeton thot inna bu'ithu rahme. Unë jam dërgu mëshirë. Allah ka dërgu mëshirë për njerëzimin. Wa lam ub'ath la'anan. Nuk jam dërgu mallkues, bile la'an është fjalë superiore, ai që mallkon shumë. Asesi. Sikur t'i shlut pejgamberi sa kundër tyne, se mbi ata të cilët është lut pejgamberi alayhis salam, lutja e tij ka qenë e pranuar. Do t'i shëmbyll për ta dera udhëzimit. Do t'i shëmbyll për ta dera e mëshirës. Pejgamberi nuk ka ardhur që ata të udhëzohen, që ata të pendohen, që ata të kthehen në udhën e drejtë. Pastaj autori sjell edhe dy transmetime, thot vetëm si zinxhir përmend se e ngjashme thot është transmetuar edhe nga Abdullah ibn Mesudi, gjithashtu përmend edhe një transmetim në tjetër nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, edhe pse është i dobët ky transmetim i fundit se forma e transmetimit që ka të bëjë me mallkimin, më saktësisht bile ka të bëjë me mallkimin e erës. Me po na dim sikur hadithi tjetër, që përësëm kanë ndalu me sho kohën. Mos e shoni thot kohën. Se koha vetëm nata e dita të cilat Allah është ai që sjell kohën ose e ndryshon natën dhe ditën. Mund të jetë moti lig, mund të jetë moti keq, mund të jetë në rrethona të mira, mund të jetë në rrethona të këqija, nuk shohën se kjo realisht është shomje dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Në vazhdim autori sjell një hadith i cili ka të bëjë me mallkimin e kafshës. Përderisa pejgamberi sa ishte në një nga udhëtimet e tij, një grua e mallkon devën e saj. Ka në transmetime tjera, që ka qenë një nga gratë e ensarve, dhe sikur devja e saj është me të mrapa, nuk e ka ndëgju, nuk ka ecë, dhe mallkon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i thot? La tashabuna naqatun alayhi la'na. Thot mos na shoqëron një deve e cila është e mallkuar. Disa transmetime është përmend se pejgamberi më urdhron me u shkarku ajo borra cilën e ka pas, disa transmetime që me zhvesh komplet, pra me ahik edhe atë pjesën si samar ose shala që është e kalit dhe të komort, ajo pjesë e lartë, edhe me lanë. Nuk dënë pejgamberi sa që me shoqëru një kafshë që është e mallkuar. E shpesh na i shohim njerëz që e shon kerrin, e shon ai farë mjeti që është me cilin punon ose çdo gjë, pra, që është hadithin më i përgjithshëm, çdo lloj mallkimi hyn këtu. Andaj njëri do të jetë shumë i kujdesshëm. Dhe kjo deri në këtë formë pejgamberi ku urdhron që me lënë komplet atë deve, pra ajo është pasionia, është mall. Mirë po vetëm me eduku sahabët
se njeri duhet të ruan gjuhën e tij dhe të mos shoqërohet ose të mos ketë pranë gjëra të cilat i mallkon. Autori realisht ma vonë përmend edhe disa kapituj të mallkimit, po në vazhdim me radhë përmend kapitullin fi ifsha i sir, për hapjen e sekretit. Pra, fjalën e ka, së është ndalume për hapja e sekreteve. Besimtari i kujdesshëm, i devotshëm, që ja ka frikën Allahut Azza wa Jall, nuk e përhap sekretin e vëllaut të tij. Nëse din diçka për vëllaun e tij, nëse ka treguar ndonjë sekret, nëse njeh ndonjë sekret, ai e din që është emanet. Dhe nuk e përhap atë. Autori sjell një hadith i cili realisht flet për sekretet më të mëdha. Sekretet për njerëzit më të afërt, ose sekreti mes bashkëshortëve. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna min asharri an-nasi manzilatan 'inda Allahi yawm al-qiyamah." Njeriu me pozitën më të keqe tek Allahu ditën e gjykimit, sot është ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tafdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Sot është njeriu i cili afrohet bashkëshortes së tij. Pra burri që afrohet gruas së tij dhe gruaja atij, fjala është jeta intime, afërsia aq e madhe që nuk ka njerëz që kanë jetë më intime se sa bashkëshort. Pastaj thot ai e përhap sekretin e saj. E njëjta është edhe nëse ai e përhap sekretin e tij. Po mjafton kjo. Kjo, pra, ndër njerëzit që kanë pozitën më të keqe tek Allahu ditën e gjykimit, pra janë këta njerëz. Atë njeriu duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Nëse din për dikon një sekret, këtë rast tjetër bashkëshortore për çdo mangësi që është e bashkëshortja ose bashkëshorti, ato janë sekrete mes tyne. Po dhe jeta intime që kanë, është sekret mes tyne. Është prej mëkateve të mëdha, pra që bashkëshorti t'i zbulon tmetat e bashkëshortes së tij, ose t'u flet shokëve ose dikujt për jetën intime. Dhe kur jem të sekreti, edhe në mes besimtarve, sekret konsiderohet çdo gjë e cila ose personi që ta thot, ose zbulohet para teje, ose të rrefejet, ose të thot është sekret dhe ruje, ose kuptohet nga vetë natyra e bisedës që është një sekret që nuk bisedohet me gjithkan, ose kuptohet edhe nga sjellja e tij, sikurse që e sjell autori hadithin vazhdim, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha haddatha ar-rajulu bil hadith thumma iltafata fa hiya amana." Kur një njeri të flet një fjalë, pra një bisedë bën me ty, dhe shikon a pesheh dikush, thot dije se ai është emanet. Por nga sjellja e tij kuptohet që ai po është i kujdesshëm mos me ndëgjuar dikush tjetër, a? Çfarë nuk kupton kjo? Që ai vetëm me ty po hapet për këtë bisedë. Vetëm me ty don ta bën dert këtë bisedë, vetëm ty don tregon për këtë çështje. Atë nuk ka nevojë që ai me të thonë është sekret dhe ruje mos e përhap. Ti kuptoje për i reagimi i tij, kuptoje që ai është një emanet, është një sekret që ti duhet me rujt. Autori përmend edhe një hadith që realisht është i dobët, mirë po kuptimi është ky kuptim, është i saktë, ku thuhet se nëse dikush dëgjon prej një njeriu një bisedë, ai nuk dëshiron më përmend kjo, ai është një emanet edhe nëse nuk ta kërkon gojarisht që mos me publiku. Kuptimi, i njëjti kuptim është. Pra, nëse kuptohet nga natyra e bisedës, nëse kuptohet nga tema e cila diskutohet, po nëse kuptohet
edhe ose ta thot që mos çdo formë që është, atëherë kuptoj atë që është një emanet, është një gjështje, një temë, një bisedë që është bën në besë, atëherë cilësia e besimtarit është me rujt emanetin dhe me rujt besën. Autori kthehet prapë në kapitullin e vazhdim, kthehet te mallkimi, mirë po flet për një temë pak më ngushtash. Mallkimi i muslimanit, i besimtarit. E që kjo është më ngushtë ose se sa çështjeve tjera, çështjeve të ngurta, kafshëve e gjanave tjera. Por kjo është forma më e rëndë e mallkimit, ose është më e rëndë se ajo më herët. Përderisa që është natyrë e besimtarëve është lutja për njëri tjetrin, mëshira për njëri tjetrin. Takimin e parë që kemi me besimtarin me çka e përshëndetesh, me selam. Selam është lutje për mëshirë këtë botë dhe në botën tjetër, për shpëtim këtë botë dhe në botën tjetër. Jo që Allah Azza wa Jall me të largu prej rahmetit ti dhe me të poshtru, me të turpru, me të denu. Autori cilën fillim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot la'nul mu'mini ke qatlihi. Mallkimi i besimtarit është sikur se vrasja e tij. Nuk di ku fjalë më kërcënuese, fjalë më paralajmëruese se kjo. Që nëse mallkon vëllon musliman, vëllon besimtar, është sikur se me vron njeriu. E dim dhe më thonë që vrasja është për gjunave më të mëdha. Gjithashtu, autori sjell hadithin tjetër, ku tregohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se ata kanë rrej një person i cili ka pi alkool. E kanë zbatuar ligjin e Allahut që me godit një njeri i cili ka pi alkool. Mirë po masi që kam përfundu këte, thot njëni prej atyre që ishin prezent, kale ba'du qaumi akhzak Allah. Allahu të turpruft. Në disa transmetime akhzahullah, Allahu e poshtruft, Allahu turpruft. Në më thonë, për mëkatin që ka bo, për gjunohen që ka bo një nga gjunohet më të mëdha. Mirë po, përveç është ngrit ndëshkimi mbi te, ky po e thotë edhe këtë fjalë. Pra po e mallkon, po lutet kundër tij. Atëherë çka thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? La taqulu hadha. Mos thoni kështu, ose mos e thoni këtë. La tu'inu alayhi ash-shaytan. Mos e ndihmoni shejtanin kundër tij. Në transmetim ka ardhur sepse ai e don Allahun dhe pejgamberin alayhis salam. Pro ka boni mëkat, ka boni gjuna, është ngrit dëshkimi mbi të paralajmërim për tjerë. Nuk ka nevojë për këtë. Se me këto vetëm e ndihmon shejtanin. Si ndihmohet shejtani me këtë? Fillimisht kjo është lutja, dhe nëse kjo lutje pranohet, faktikisht është arrit qëllimi i shejtanit. Ose kjo e ndihmon ose nxit shejtanin që edhe më shumë me punu kundër tij që vërtet me turpru. Ose edhe kjo e demonizon edhe më shumë atë kur të dëgjon këtë fjalë. Dhe është mund të ngritet inati dhe mos pranimi, mos pendimi e ku ta diun. Që përderisa më e mirë është me u lut për ta. Allahu udhëzoft. Allahu përmirësoft. Allahu drejtoft ato dhe neve. Allahu na forcoft në fenë e tij. Por me lutje, me dua. Me këto njeriu tregon që në njëjtën kohë ruhet shoqëria nga ai mëkat në shtetin islam kur ngriten dhe zbatohen këto ligje, që të mos përhapet e keqja. Mirë po do bija atij që aplikohet ky ndëshkim, ose nuk ka njeri që ndëshkohet për ndonjë mëkat në këtë botë me ligjin e Allahut, vetëse ajo është pastrim për të botën tjetër.
Mirë, po këtu tregohet mëshira, pastaj e njerë dhe me lutje për të. E asë si pro, me dua kundër ti. Këtu realisht, na zakonisht nuk po zotëm shumë në hadithe, po dëmë kuptimin paka shumë, ma shumë më ndërlidh me kapitullin që ka sjell autori, se përndryshe për një hadithi mund nxjerren shumë mësime. Një nga mësimet që nxjerren prej këtij hadithi është se mëkatari i madh nuk është pa besimtar. Për sa të pejgamberi ka kërkuar që mos lutum kundër tij, mos ta ofendojmë dhe mos ta mallkojmë. Po këtu më ngritet edhe një çështje tjetër. Si mund kuptohet se pejgamberi alayhis salam këtë rast po thotë mos e mallkoni, mos e lutni kundër tij. Mirë, po na kem raste kur pejgamberi alayhis salam ka mallkuar shumë nga mëkatet e mëdha, dhe një nga format që na e dim se një mëkat është i madh është kur e ka mallkuar Allahu ose pejgamberi alayhis salam. Bile të alkooli kur është fjala, Allahu pejgamberi sa mi ka mallkuar 10 persona që vepremtaria atyre ose gjendja atyre lidhet pikërisht me alkoolin. Një prej tyre është ai që e pin. Atëherë padyshim që ajo që atje ka mallkuar pejgamberi sa nuk është komplet kjo këtu që ndalon. Se mallkimi atje ka të bëjë vllazëni me atë rregullin gjykimi i përgjithshëm, a? Mallkimi i veprës si vepër. Mallkimi në përgjithësi i atyre njerëzve në përgjithësi që e bëjnë këtë vepër, pa qenë gjykim i përveçshëm për një individ. Kurse këtu kemi bëjmë me një individ. Dhe na dim këtë që është parim edhe rregull i fesë, që thuhet jo çdo kufër bjen mbi personin atë kuptimin gjykimi me kufër. Sikur dhe jo çdo njeri që bën bidat është bidatxhi. Pra, gjanat të cilat janë kufër, që njëri janë kufër i madh, që njëri nxjerrin prej imanit dhe besimit, na i gjykojmë si kufër. Edhe personat që kanë rënë ato në mënyrë të përgjithshme i gjykojmë si pabesimtar. Mirë, po nëse është fjala për një person të caktuar, ato ka kushte dhe ka pengesa që duhet të kenë parasysh ose të kemi parasysh për me gjyku një person. E njëjta është me gjyku me një person me fasik ose me gjyku me bidat, këtë rast edhe me u lut me mallkim kundër tij. Po kjo është dallimi. Kur kemi bëjmë me individin, janë tjera rregulla që aplikohen. Pro ka kushte dhe ka pengesa. Autori në vazhdim flet një kapitull rreth mallkimit, po që është në një aspekt më i rëndë. E fjala është për mallkimin e të vdekurve. Me mallku të vdekurit. Pejgamberi alayhis salam thotë: "La tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma amilu." Ose qaddimu. Sot pejgamberi alayhis salam mos i shoni të vdekurit. Sepse ata thot kanë shku të ajo që kanë punu. Ata kanë shku të Zoti i tyre, kanë shku të veprat që kanë punu, janë me veprat veta, do të thonë mos i mallkoni ata. Në transmetim bile tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, mos i shoni të vdekurit që të lëndoni të gjallët. Se lëndohen familja të afërmit e tij, mund të lëndohen. Realisht, kjo është parim, është rregull se shëntëria e njerit është sikur kur është gjallë, sikur kur është vdekur. Janë raste tjera përjashtime kur dietarët kanë folë për të vdekurit, për gjona të cilat ka qenë domosdoshme me folë për ta. Për shembull, është lidhur diçka në gjykatë, edhe pse kanë vdekur njerëzit me folë diçka për ta.
me aqit, se natyre besimtar nuk është me ofendu, nuk është me zbulu njëri të metat, mirë po me ambulu ato, dhe mos me ofendu, mos me i përhap. Mirë po, është sikur mund përmenden edhe si raste për mi paralimu tjertë. Në kuptimin e këshillës për tjertë. Me qenë se, prapë kjo mund bëhet formë përgjithshme, mund merren shembuj, mëkatare, gjunaqar, që kanë bë mëkate, këte, mirë po nuk është e domosdoshme më përmend me emra. Dhe gjithherë është shumë më mirë të folet në mënyrë të përgjithshme. Sa njëri jap mos ti mëkati ku është sot. Ka shku te vepra që ka bë, ta e vepra e keqe. Mirë po, do të kemi kujdes se është edhe çështja tjetër, se në fundi gjykimit ta kanë Allahut. Për ato mëkate që ata i kanë bë, ai fal Allahu azza wa xal, ai ndeshkon. Çka bën me ta është çështja e Allahut. Atë duhet njëri tjetër i kujdesshëm, është parim edhe dim është edukate besimtarëve që pa marrë parasysh në çfarë njeriu ka qenë, janë të kujdesshëm dhe mundohen të vdekurve të përmendin të mirat, e mundohen me i harru ose mos përmend të këqijat e tyre. Kapitulli tjetër autori flet rreth fjalës që mund të dikush me çuj dikon ja adu wallah, ja fasiq, ja kafir e të ngjashme. Pra o armik e Allahut. O fasiq është gjinaqar i madh mëkatar. Ja kafir, me gjiku me si qafir dikon. O qafir. Pejgamberi sa sem thot, la yarmi rajulan bil fusuq, wa la yarmihi bil kufr. Mos ta akuzon ose ta etiketon njeriu tjetrin, pra njeriu tjetër, besimtarin me si mëkatar i madh. Fasik. I prishun i bën, fasik i bën edhe i prishun ai person që ka dalë nga vijat e Islamit në kuptimin e obligimeve edhe gjunave të mëdha. Dhe mos ta etiketon me kafir, me kufër. Sepse ajo i kthehet thot bjen mito sepse ajo i kthehet atij nëse ajo për cilën ky e ka thonë nuk e meriton ai. Sikur ajo ma herët të mallkimi që ka ardhur. Pra njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Edhe nëse njeriu është mëkatar. Edhe njeri se po flasim të mëkati, të mëkatari, të njeri prishun, që mund të jetë në parim besimtar, po të ketë shumë të këqija, të jetë i prishun. Atër ky njeri, se bën me marë përgoj mëkatarin, pej personave që mund të merren përgoj, është edhe mëkatari. Me qëllim që njerëz me urujt, runu mos u bëni si filoni, se keni kujdes nga filoni se është i prishun. Keni kujdes nga filoni se nuk është namazli. Keni kujdes nga filoni se nuk i ruhet haramit. E din që është njeri që se ka derë të afetën me halal dhe me haram. Runu filoni që është drogazhi. Runu filoni që është i pamoralshëm. Nëse ti ki frikë që shoqënia, familja jote, fëmija tu, janë shoqëni me dikon edhe janë të këqi, janë prej këto janë raste që lejohet më marë përgoj njeriu. Mirë po, qëllimi tjetër është se njeriu duhet të këshillohet, të udhëzohet. Dhe nëse i thot njeriu ose bisedon me këtë në këtë kuptim, në kuptimin e këshillës, në kuptimin me atërik vrejten, o njeri nuk bëhet kështu, nuk bëhet kjo dhe keqe, kjo punë që ti po bën, qëllimin e ki me këshillua, ja përmend që është i keq, ja përmend që ajo është rrugë e keqe, ja përmend që tu vepru gabim dhe keq. Këtë është e pranuar. Ajo që nuk pranohet është që me përmend në kuptimin e nënshmimit, e poshtrimit, kjo nuk tolerohet. Po njeriu duhet të gjejë formën më të mirën për me këshillu dhe me eduku, eventualisht mund përmendet për murujt tjerë për sherrit tinaj. E jo më tepër. Kurse të gjykohet njeriu si armik i Allahut dhe të gjykohet si pabesimtar, nëse nuk e meriton ai njeri, nëse nuk është i tillë, kjo komë të kthy ty.
Pra gjykimi mbi të që ti po e akuzon, ajo do të kthehet mbi anën tënde. Dhe kjo është një paralajmërim. E para pro besimtari duhet me qenë shumë i kujdesshëm, me vërtetu. Filan festeku, a është pa besimtar ose pa besimtar? A i plotson çato kushtet që tha më herët, se kemi bëjmë me individin tash, a i plotson çato kushtet? A mos nuk i plotson çato kushtet për me gjyku pa besimtar? Ose ka ndaj pengesë që të pengon me gjyku pa besimtar? Është ignorant ose nuk e din dispozitën e gjonat e cilat janë kushtet e njohura. Se për ndryshe nëse nuk është i tillë, atëherë çaj gjykim do të kthehet ty, mbi ty. Ose thon ndryshe, me gjykun një njeri musliman për pabesimtar, kjo nuk ka cilësi e muslimanit, po e kujna është cilësi? Cilësi e pabesimtarit. Se pabesimtarit gjykon muslimanin si çfarë thonë të tjerë për besimtarët? Janë pabesimtar, janë xhenem për gjithmonë. Domthon ti po e gjykon muslimanin ashtu qysh jo muslimani e gjykon. E që kjo është qëllimi që ajet kthehet ty, se ti bjen pozitën e pabesimtarit. Ti bjen vërtet pozitën e armiqve të Allahut. Për ata të cilët nuk e kanë islamin për fe, dhe mojnë ndonjë fe, ata gjykojnë muslimanin si armik i Zotit, si pabesimtar. Kështu që nëse ti gjykon njerëzit me këtë, besimtarin me këtë, pa e vërtetu, pa kom që e vërtet, pa e merituaj, atëherë ajo do të kthehet ty. Hadithi ka përmend autori la tala'anu bi la'natillahi wala bi ghadabihi wala bin nar. Pra mos e mallkoni, mos e ofendoni ose mos u lutni kundër njëri tjetrit, qof me mallkim, qof me zemrimin e Allahut, qof me zjarr. Pra qëllimi është çdo lloj doje kundër njëri tjetrit. Të gjitha janë të ndaluara. Pastaj është edhe hadithi men da'a rajulan bil kufri aw qala adu Allah wa laysa kadhalika illa hara alayh. Thot nëse një njeri e sret dikon si pabesimtar ose si i thot armik i Allahut, ai nuk është i tillë, kjo do t'i kthehet prapë edhe me të njëjtin kuptim. Dhe në fund për me mbyll këtë, autori përmend edhe një formë tjetër edhe më të rëndë të mallkimit, është mallkimi i prindve, ofendimi dhe tharja e prindve. Për njerëzit që ki obligimin më të madh që duhet më shumë ti mu lut për ta, që duhet më shumë ti me respektu. Çata mi shojt e mi mallkueme. Respektimi i prindve në Kur'an është përmend bashkë me hakun e Allahut, haku i prindve. Në hadithën ndër gjinohat e mëdha që është përmend shirku, më herë është përmend mos respektimi i prindve. E nuk e di çka ka mos respektim as mos sa më nën prindi ose më shoh ose më ofendu ose më mallku. Mirë po, prindi mund të ofendohet dhe mallkohet në dy forma, ose drejt për drejt, po ose jo drejt për drejt, siç tregon pejgamberi se kur thot pejgamberi alayhis salam, min akbaril kabair, nga mëkatet më të mëdha. Kush e ka thënë? Nga mëkatet më të mëdha është kur njeriu i mallkon prindët e tij. Sa dhe Rasulullah, kush njeriu mallkon prindët e tij? Do të thonë se kjo është jo zakonisht, kjo është pa. Çush ndodh kjo? Pejgamberi sa tash po përmend, më ndodha e që direkt dikush ka rënë çat pozitë që i mallkon. Mirë pa e që është me e zakonshme dhe më shpesh ndodh, sa do thot njeriu e shon babën e dikujt, ai kthej dhe shon babën tonë. Ai s'do të me bën njeri këtë, po ti ja qel rrugën. Ose e shon ose ofendon nonën e dikujt, pastaj ai e shon nonën e këtij. Por çfarë do forme që është, edhe kjo është, nëse ti ofendon dikon, nëse ti e shon dikon, ja shon babën, ja shon nonën, dhe ai kthehet e i shon, ti e bosh shkaktar, dhe ti në formin direkte jetu i shojt prindët e tu. Dhe jetu e bon një nga shkeljet më të mëdha, vend se prindët e tu të nderohen, ti po bosh shkak të ata të nënçmohen, të turprohen, të ofendohet emri i tyre, të ulet pozita e tyre. Atë njeri duhet të jetë i kujdesshëm. Lutim Allahun subhanahu wa taala, na pastron zemrat tona, na pastron gjuhët tona, na pastron sjelljet dhe veprat tona. Lutim Allahun subhanahu wa taala, na ruan nga kufri, nga shirku, nga mëkatet e mëdha, po edhe të vogla. Na bën për atyre që vazhdimisht kërkojnë falje dhe pendohen tek Allahu azza wa jall. O sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad.